besoj që kam e shku këtë vetë. 2025 ta. 2025 ta. Viti i ri. Po, Robert, çka mendon për një duet disa kunatave që... Alo se kom dëgju kongën, me të kallëzu drejt. Që jë nda është ma shumë qëtash që po duen se kur kanë qenë kunate. Që edhe. Qëre, të dyjat jenë këngëtare shumë të mira, edhe kongën nuk e kom dëgju. Po interesant se qëre, kone fundit pa bashkëpunime nuk po dhejës kur kushe që apo lutan. Edhe ideja kujna ka qenë s'pedi, po pa e ngu kongën s'pedi që ka me thonë. Edhe në halos se kom dëgju. A u dalë? A u dalë, a? Unë e veç ju rej suksese, inshallah ju shkon mirë, edhe fillojnë me bo koncerte, me pas punë, edhe ma shumë. More Robert, po pse ne gjithmonë dëgjojmë që i ndronë shumë shpesh dashuraj? Qa ke puna jote, po? Po dibre, nashta jam i vetëmi prej në stradë që nuk më shefi. Dhe me thonë nuk presë mi bo priveja mu publike. Media po i bën publike vetë. Po se ata e në pak si paparazzi knoqen me si sene. Une vetë i bëj. është shumë keq nëse ti lidhesh me një femën edhe e më shep. Dhe me thonë, ti e pas ka ato veç për nevoja tuja, dhe me thonë e klena për ki shifti halamet, e kumë përmend disa era dhe në disa intervista tjera, se vreda finës nuk i prish punë kur gjojë të buni publike, martesën, po kalëzën edhe kur, ka me 7 zanë, edhe keti kalëzën, edhe fulli ka koncertet, albumi i shitet. Dhe me thonë, pse asaj si pëngën? Tash kam fillu në estrodë, unë ndova, unë ndova, pse se ko ka kun gabim që jenë martu se kum hu pune fansa, jo, kur kush nuk vjen ty vetë në zonë aty vinë me të ndëgju muzikën tonë, apo kupton. Edhe unë e kur si kum shef, do me thonë nëse ti je mirë me qatë femën, po kalën mirë, ajo është qike dikujna. Do me thonë, është gjëna tim ja marë më shef, ta din me dalë me ta ne këne, qërbës së s'pe bujna publike se kupi koncerte më bjen fama, unë e qikën ja u du, po adin më s'te bujna publike, ajo është, mu më duket që është keq. E manin ashta që ato dhe menojnë që kum pas shumë e kum pëndroj, po jo. Jo, tash më ndohë t'jera atu. Jera atu më jem konë gjithë për shazotin. A është të vërtit që po për shazotin, alo pa di, po për shazotin. Të dashurën, Anën, e ki taku në prezencë të babait të saj. Anën, po takimi jo një parë ka qenë, do me thonë, në Amerikë me një koncert temin, unë e kun knut të premtën në New Jersey,